Komisioni për punët e jashtme në Parlamentin Evropian miratoi këtë të martë më 5 maj raportin për Shqipërinë për vitin 2025 me 58 vota pro, 7 kundër dhe 7 abstenime. Gjatë prezantimit, raportuesi për Shqipërinë Andreas Schieder theksoi se vendi konsiderohet ndër favoritët në procesin e zgjerimit sipas vlerësimit të Komisionit Evropian. Ai nënvizoi se reforma duhet të reflektohen drejt për drejt në jetën e përditshme të qytetarëve dhe duke i kushtuar vëmendje të veçantë edhe çështjeve sociale. Raporti evidenton progresin e bërë në rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, por thekson gjithashtu se nevojitet reforma më të thella dhe të qëndrueshme për të forcuar institucionet demokratike dhe për të përmbushur standardet e kërkuara. Dokumenti vlerëson gjithashtu angazhimin politik dhe mbështetjen e gjerë publike për integrimin evropian. Hapja e të gjithë grup kapitujve të negociatave brenda 13 muajsh konsiderohet një arritje e rëndësishme, ndërsa përparimi në reformën në drejtësi, veçanërisht puna e SPAK-ut, merr vlerësim pozitiv. Një tjetër pikë kyçe mbetet përmirësimi i sistemit zgjedhor në përputhje me rekomandimet e institucioneve ndërkombëtare. Po ashtu raporti nënvizon rolin e Shqipërisë në politikën e jashtme të Bashkimit Evropian dhe rëndësinë e bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor për avancimin e procesit të zgjerimit.